22% e qytetarëve kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar deri në ora 15 në komunën e Gjilanit, sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Deri më tani, procesi i votimit në këtë komunë ka shkuar në rregull dhe nuk ka pasur ndonjë incident të raportuar, ka konfirmuar për Kallxopikom Ismet Hashani, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit. Valerian Bajrami, zyrtari i Komisionit Qendror Zgjedhor në komunën e Gjilanit, ka thënë për Kallxopikom se procesi ka shkuar në rregull, ndërsa numri i votuesve është më i ulët në krahasim me numrin e votuesve në rundin e parë të zgjedhjeve të cilat u mbajtën në komunën e Gjilanit. A mëni më na tregu ç'ka ecë procesi i votimit deri më tani dhe sa ka qenë numri i votuesve deri në ora 15? Deri në këto çaste që po flasim, procesi i votimit ka ecë mirë. Përqindja dalës votues është rreth 22%. Apo 23.607 votues, deri në ora 15. Nëse i keni të dhënat me i krahasu me numrin e votuesve deri në ora 15 në rundin e parë të zgjedhjeve, cili është ky krahasim? Është përqindja më e vogël, në raundin e parë ka qenë 27%, apo 29.182 votues. Procesi ka ecë mirë, ka bën ndonjë incident të raportuar apo diçka të tillë? Mos raportimeve nga menaxherët dhe nga grupet e operacioneve që i kemi në terren, gjithçka që ka qenë mirë, nuk ka pas të lashe të mëdha, apo të paktën jo të raportuara nga dikush prej menaxherëve apo të angazhuar në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve.